Kush është e vërteta e atyre që quhen call center? Disa prej jush kanë parë video pa fund të disa kompanive që quhen call center, keni televizione pa fund që flasin për këtë, keni dhe portale pa fund që po flasin për këtë argument, por askush nuk flet shkoshur. Dhe unë dua që ta diskutojmë së bashku. Unë do t'ju them ato çka di. Pastaj më thoni ju, nëse është kështu ose jo. Padyshim shumë prej nesh ndoshta e din, por më vjen me ata që diskutojnë në për televizione ose në për portale që ose nuk i din, pra të vërtetat, ose bëjnë sikur nuk i din. Dhe tani le të diskutojmë këtu, së bashku. Për ata që nuk e din, call center ose këto kompani, janë disa lloj kompanish që për nder të disa kompanive të tjera ose për hir të disa kompanive të tjera, marrin disa punë. Çfarë punësh marrin? Marrin disa punë, për shembull, të kompanive të telefonave. Kompanitë e mëdha të telefonave u kërkojnë këtyre që të mbledhin klient ose të japin oferta. Shpesh i bëjnë edhe direkt vetë kompanitë e telefonave, por ndonjëherë i bëjnë edhe nëpërmjet këtyre kompanive call center. Por nuk është vetëm kjo, sepse me këto punojnë edhe kompani akoma më të mëdha që vrojnë miliarda euro. Dhe këto kompanitë e mëdha u japin detyrat, ato punët e këqija ose lavoro sporco, si thuhet këtej, ja u japin këtyre call centerve, sepse në ratë parë njërë për tu hequr nga problemet të mëdha që mos të kenë probleme. Dhe tjetra, sidoqoftë, këta janë, le të themi në një farë mënyre, shumë prej këtyre janë ilegal. Tani, çfarë ndodh? Kompanitë të tilla keni në çdo vend të botës. Italia është plot, Shqipëria është plot, bile që nga vitet, le të themi 2010-2011 filluan që të përhapeshin gjithandej. Do t'ju them dhe diçka. Kam biseduar vite më parë, shumë vite më parë, që kërkoni që të hapja një call center edhe unë. Isha një deg e një call center. Kur e kuptova se çfarë ishte, sepse duhet të investoje X lek që të kishe disa punëtor, si mund thuash, që ata që do bënin telefonatat. Tani ata flisin për përqindje për çdo gjë. Tani çfarë ndodh? Do të tregoj edhe diçka tjetër. Kur shkojnë në për këto supermarkete ose në këto qendrat e mëdha tregtare ose ndoshta edhe në mes të rrugës, ka disa që ju kërkojnë numrin e telefonit, ju kërkojnë një emër ose një numër telefoni për të firmosur diçka apo për X punë. Të mbani mend që të gjitha ata numrat e telefonit aty shiten, numri yt shitet kudo. Ti mund të kesh numrin tënd kush e di në disa kompani të tilla. Dhe këto kompani çfarë bëjnë? Ditë për ditë të dërgojnë mesazhe, të dërgojnë vokale ose mesazhe vokal ose mesazhe vokal që të marrin telefon. Të thonë, shiko, është një ofertë X apo një ofertë Y, shtyp këtu, bëj këtë. Pse? Sepse që të gjithë lëvrojnë nëpërmjet parave. Pra çdo gjë bëhet për para. Por prisin sepse nuk është aq kompleks. Dëgjojeni me vëmendje. Tani ka, si thash, në çdo vend të botës. Dhe gjithë Evropa është plot. Bile do t'ju them, në Rumani, kur hapën këto portat e Bashkimit Evropian, vajtën shumë dhe u hapën shumë nga këto call centrat. Mirë po kishin problemin e foljes, pra të gjuhës italiane, angleze apo ku ta di unë, sepse flasin shumë gjuhë. Dhe çfarë bëjnë? Të bindin ty për çdo lloj oferte dhe ti je i detyruar që të blesh diçka apo bën diçka, ose ndonjëri që nuk e di, i pa denj, i pa informuar, ai thot okay dhe e vjedhin, qoftë me 1 euro, 2 euro, por ka nga ata që vjedhin edhe më shumë, sepse nëpërmjet këtyre call centerve u kanë vjedhur edhe para të mëdha, madje edhe numra llogarie, sepse disa nga këta ti për shembull nuk e di, ti jep të dhënat e tua, për shembull mund të jesh, un kam edhe dëshmitar që ka disa gra, disa ku punojmë ne, dhe aty ku punoj unë është një grua, për shembull një vajzë, jo grua, një vajzë 30 vjeçe, dhe kjo i vodhën nëpërmjet PayPalit. Po kur më foli, që biseduam, më foli, i tha të tjerëve, po u thishte si ishte, i thash mund të më thuash se eksaktësisht se çfarë bëre. Dhe ata ishin këta të asistencës PayPal. Në të vërtetë nuk ishin PayPal, por ishte një shoqëri që gjoja punonte për PayPalin, por ishte kamufluar dhe ishte pikërisht një call center. Tani pyetja është, sepse thash ka në çdo vend, në çdo shtet ka. Tani pyetja është, ju mendoni se shteti nuk i di? Dëgjojeni me kujdes. Të gjitha këto kompani, siç ju thash, kompanitë e call centerve, pjesa dërmuese e tyre punojnë për kompanitë e mëdha.
kompanitë e mëdha që lëvrojnë miliarda euro. Dhe këto kompanitë e mëdha janë investitor të shumë politikanëve. Po, edhe të shumë shoqërive të politikës, pra të këtyre politikanëve, sepse duhet të dini që shumë politikanë hapin biznese dhe bizneset i mbajnë nëpërmjet X-it apo Y-it, emrave të tjerë. Dhe mbështeten nga këta. Si mbështeten? Mbështeten qoftë politikisht, pra në mënyrë direkte, kur ata bëjnë fushata, mbështeten nga këta, sepse kanë të ardhurë financiare, vjedhin pafund dhe mbajnë edhe këta. Thash, një pjesë për tyre, ndoshta jo të gjithë, por një pjesë për tyre e bëjnë. Dhe tjetra është që si mund t'i thot ai që është në politikë, për shkak sepse ky i ka dhënë, e ka ushqyer. Si mund t'i thot ai që shiko se do të kapin. Dhe tjetra që është akoma më e rëndësishme, pra përveç se kanë krahët e ngrohta, por kanë edhe informacione, sepse këta joshin jo vetëm politikanët, por joshin edhe policinë. Për shembull, duhet të dini që këto call centerat, ato më të fortat, po thuaj të gjitha e kanë, por ato më të fortat janë më të sofistikuara. Kanë dikë në polici, kanë dikë në politikë dhe informojnë për çdo gjë, nëse ndodh diçka, ata e dinë paraprakisht. Në fakt edhe ajo që ndodhi në Shqipëri, nëse mbani mend, pra që ka ndodhur këto ditë, i kërkuan me anë të spionazhit që të gjenin atë që kishte kartën, sepse ata kanë një lloj karte ose një lloj sistemi, t'ja themi kështu, një lloj sistemi që me anë të atij sistemi ai shtyp butonin dhe bën shutdown çdo gjë, pra e eliminon çdo informacion që ka nëpër kompjutera. Dhe këtë mund ta bëj direkt nga telefoni ose edhe nga kompjuteri aty në vend. Ka dikë që mund të jetë aty 24 orë që rri në vend për kjo bëhet për siguri, me fjalë nëse ai nuk mund ta bëj që ta eliminoj, pra ta fshi gjithë informacionin që ka nëpër kompjutera nga larg, ka dikë edhe brenda si quhet kompanisë. Pra aty ku është kompania call center, dikush që fle aty apo e bëjnë me turne, që në rast rreziku di se çfarë do të shtyp ai aty. Dhe në momentin që i arrin informacioni, ai shtyp diçka dhe bën me fjalë e eliminon çdo informacion që ka brenda. Kështu që ti nuk e kap dot. Por ajo që ndodhi para dhe në Shqipëri, por edhe sikur ti ta kapësh, ai prap i ka të rregulluara gjërat, sepse janë pikërisht mbahen nga vetë biznesmenët e mëdhenj, që biznesmenët e mëdhenj në anën tjetër janë pro të një pushteti apo një tjetri, të një partie apo të një tjetër, sepse pa ato parti ata nuk mund të rinë dot në këmbë, sepse i shkatërrojnë. Bile para disa kohësh lexova në disa lajme që disa televizione, qoftë në Itali apo vende të tjera, në qoftë se ti nuk merje pjesë në disa angazhime ose investime, ata të sulmonin në të gjitha mënyrat dhe të shkatërronin. Kështu që ti je detyruar, pra të detyrojnë në një farë mënyrë që ti jesh gjithmonë me ta. Dhe kjo është pika bazë që duhet themi me këtë që është një efekt domino, zinxhir që është i lidhur direkt nga sipër. Kështu që këto call centerat që dikush nuk e thot, pra që janë të lidhur politikisht apo ekonomikisht me disa tipa të mëdhenj, më vjen ndonjëherë kështu që them drejtëmori, shkojnë dhe vjedhin popullin e thjeshtë, shkojnë dhe vjedhin njerëzit e thjeshtë, sepse në fundit, qoftë ato pak para që marrin nga njerëzit e thjeshtë, por vjedhin ata që mundojnë që të jenë punëtor, mundojnë që të nxjerrin bukën e gojës, pra disa që duan të investojnë qoftë edhe 100 euro, 200 euro, 500 euro, ose ndoshta edhe më shumë. Pra një pjesë e madhe e botës atje jashtë, që ta dini, dalin në mëngjes vetëm për t'ia hedhur të tjerëve. Nuk mendojnë se si do punojnë, jo, por mendojnë se si do t'ia hedhin të tjerëve. Dhe njëra nga këto janë disa nga këto kompani që thash call center, të ruajtura nga politika dhe nga vetë njerëz me influencë ose nga kompani të mëdha. Dhe kompanitë të mëdha dhe politikanët e dinë shumë mirë se kush janë, i dinë me emra, me mbiemra, me të gjithë, dhe në fund fare pastaj thonë nuk dim gjë sepse s'kemi prova. Megjithatë unë ja u tregova aq sa di, tani do dëshira një komentin tuaj, ju çfarë mendimi keni për këtë argument. Hajde, pres komentet tuaja, ju përqafoj. Dhe mos harroni shpërndani këto video, kush është rastësisht bëjini like faqes dhe videos që të shihemi sërish. Ju falenderit.